Tani me chatin diskutojmë gati 2-3 orë në ditë, po më përpara me Google. Jo, nuk e faj, edhe ti dhe unë bashkë, ne të dy apo dhe të tjerë, ChatGPT-ja dhe inteligjenca artificiale që ta mbaroj pak është kthyer shoku ynë digital, kolegu digital, mjeku digital, psikologu digital, ekonomisti digital. Edhe e bukur është kur mbasi ti përgjigjen aty në fund të bën dhe një zemër. Se kështu më bën zemër mua ChatGPT-ja. Po. Tani, unë duat më listosh nëse ka ndonjë website që njerëzit mos të futen në Google për të kërkuar, por për të marrë ato informacione, sepse të gjitha rrugët më duket mua kur pyet në Google, të gjitha rrugët të çojnë në kancer. Jo, është e vërtet. Këto janë platforma online që ty të japin informacion për një patologji. Unë kam pas një rast shumë akut, siç më theti Fationa, por është gjë që duhet prekur. Pacient që ka pas një masë tumorale në parotis, në qendrën në gjendat e bështymës. Ai pyeste online, shikonte internet, doktor Google. Tash I doli ChatGPT, doktor ChatGPT. Të nxjerr informacione gjëra gjatë. Që do të thotë problemi yt mund të ndodhet brenda këtij grupi informacionesh. Po mos jetë më keqja. Nëse një pacient për shembull ka një dhimbje koke, edhe ato dhimbje koke për shkak ftoje, dhimbje koke për shkak një kontraktimi e tjerë. Ky pacient pushtohet ajo stresi që është stresi psikoneurotik.